se do më thonë, e kanë zvarit qatë shumë proces. Po, Albi Kurti e ka zvarit, mirë po ku jënë këta tjerë. Aja ka dhënë votat. Vetëm 42% dhe mas i kanë. Këta tjerë duhet mu bo bashkë edhe me kriju. A kuptojnë? A jënë lider, po i thoi vetit lider, i kanë marrë ka 25%. A kuptojnë? Po kishtin kjo në prill, i shkone logikshme. Po jo, me logikin Albi Kurtit, po du votim në shef. Ta shti nuk munesh mori kënë dështim me kushtetutën se mi të full. Absolut. Kushtetutën me kënë shajt për venin. Kanë qitë kandidatin e njëjtë në Adina. Po nuk bëtë kushtetuta ATP. Sa e teket mja nuk komën me shkil. Është absurde kjo. Kushtetutën du të me respektu. Kundërshtori politik nuk ta bën letë. Për çka janë këta 3 tjerë që janë zot? Tunis, Premim Likrasniqit, Lumir Abdigjikut, Po qa kanë e bo sot ata? Qa kanë e bo sot ata? Qa kanë me bo? Pa ta kanë duhe menu ma herët që do të me bo. Po qysh me bo ku ty s'ka blokue? Kja di shka të mojtë të nverë me ato se Mirë, onca 48 orëshe. Ka mojtë të nverë. Me një emën ti ka hup 2 mujtit. Me një emën. Dhe mos ta shkojnë zgjedhje edhe për që ato unë mendoj, personalisht është mendimi jam personal që ka të almeron të gjashot. Jo, realiteti që këna po krejt. Krejt e këna po realitet. 48 se onca për një emën ka shkuë. Qysh ko ka kjo? Asë realitet kjo? Asi ki po? A ki për cilë se onca? Artan, veç për këtë arsye, kur të shkojmë tash në zgjedhje, çka do më thonë nuk është jënë pashmangshme mo zgjedhjet, edhe shumë mirë që po shkojnë ase me të vërtet edhe jena lodh ka 50 herë të na qitë një kandidat, që besëm dhvike keq mo dhe kore qetëshin, shumë mirë që po shkojmë zgjedhje. Vishë të qysh Albinin mës me lon pjesë me morë zgjedhje. Adhe se po ju. Jo, absolut, a vetit ja ka bo. Kena me vendos në listë zezë, jam në programat që ka dhe me nashtimi por reklam. 9 muj që ka... Ata që shkojnë mi adhon votën, fond kanë me vlerësu sa do të mi adhon, dikojnë atë që nën muj faktikisht e kanë bloku krejt parlamentin e Kosovës dhe krejt Kosovën me këto gjana. Unë menoj se pjadestali i VV-s ka qenë kër i kam pas 51% gati. Ne kem pa në këto zgjedhje kanë rënë 42.3. 51% dhe s'kanë bukur gjuhë, edhe i kam pas gjitha mundësit me bu me reforma, me shka kanë doshtë e kam pas. E di, për ma tut në një reformë që kanë bu. E pa atër qysh. Dhe mos s'pon pjepre me artikulu mendimin veç pakës. Po du me dojtë tjetër kënë. Arberi do debat në... Dë gjëm, po veç unë s'po mund folli. Artikulaje më të lutëm, po thuaje më, thuaje. Ne jemi zonja, flasim angatale, nuk jem nevojmë. E po du me thonë që kur dalim këtë zgjedhje përsëri qysh i kanë hup 9%, kanë me hup edhe 5-6 tash. Pra ti po thua që vetë vendosi do të humbë një zgjedhjet, do të bje edhe më shumë në zgjedhjet e 15 përsëri e para, Arben, se nuk ka semps, prej 42-ve nuk bjen 20%. Që ta qartojmë, për shikuesit tanë informacionet janë që zgjedhjet do t'jenë në 14 ose 21 dhjetor. I vetëmi skenar që i ndalë... S'ma kitë sa për mu bine dhe në 15, po na përdoj me qenë... Unë vish përdu me thonë